Qendra Studimeve Albanologjike dhe Fakulteti i Shkencave Shoqërore kanë zhvilluar konferencën shkencore ndërkombëtare Treva e Veriut, visaret e traditave dhe kujtesat që ndriçon historinë. Zamira Shkreli, drejtore e Qendrës së Studimeve Albanologjike, tha se ka ardhur koha t'i kushtohet vëmendje autorëve të Trevës së Veriut. Cilën synojmë të sjellim edhe një herë në vëmendje të gjithë ata autorë të Trevës së Veriut, të cilët kontribuan me të gjitha ato punët e tyre të vyera për të sjellë këtë që jemi ne sot. Dhe ne synojmë që përmes kësaj konference të risjellim edhe një herë gjithë këto visare të vyera dhe të hulumtojmë rreth tyre, duke vënë këtë herë në vëmendje edhe studiuesit e rinj. Një pjesë të rëndësishme të kësaj konference do të jenë doktorantët, të cilët synojnë të sjellin punimet e tyre, një pjesë punimeve të tyre, thënë me fjalë tjera, në konferencën tonë. Rektori Tonin Xhurej vlerësoi konferencën ndërsa kërkoi që të rritet bashkëpunimi akademik. Universiteti i Shkodrës Luiz Gorakuqi ka patur gjithnjë një lidhje të patregueshme dhe shumë të fortë me trojet shqiptare. Por sot universitetet në Shqipëri, në Kosovë, në Malin e Zi, në Maqedoninë e Veriut e me gjërë duhet të jenë promovues të fuqishëm të rrëzimit të barrierave burokratike me qëllim që të përjetojmë një intensitet shkëmbimesh akademike, të mësimdhënësve, të kërkuesve, të studentëve, të doktorantëve, duke lehtësuar kështu bashkëpunimet dhe shkëmbimet akademike shkencore për t'i hapur rrugë atë që vazhdimisht e kam nënvizuar për krijimin e një tregu të përbashkët edukimi në hapësirën shqiptare. Pra të kemi një treg të përbashkët edukimi midis nesh, që në fakt akoma nuk është në nivelet e kërkuara, në projekte përbashkëta, në bashkëkollëheqje, në botime shkencore e me gjerë. Valbona Sinanaj, kërkuese shkencore pranë Institutit të Gjuhës dhe Letërsisë, veçoi vlerat dhe traditat që mbart Treva e Veriut të Shqipërisë. Tema ime, ajo që unë çka do të referoj, lidhet pikërisht me një vështrim gjuhësor të toponimisë zonës së Shalës. Është edhe pasuri për të zbuluar sepse trevat tona janë shumë të pasura me toponimet, të cilat janë shumë interesante dhe kanë vlerë shkencore për të studiuar. Jo vetëm nga ana gjuhësore, por dhe nga ana historike, gjeografike, kulturore, antropologjike. Konferenca shkencore ndërkombëtare Trevat e Veriut, visaret e traditave dhe kujtesat që ndriçon historinë do të vijojë për 2 ditë me radhë, ku marrin pjesë profesor, doktorant dhe jo vetëm, dhe të gjitha trevat e Veriut të Shqipërisë.